Qoftë lëvduar Jezu Krishti, dashur besimtar, të dashur vëllezër dhe motra, dashur dëgjues të Radio Marisë që jeni në familjet e juaja. Pra po fillojmë librin të profetëve të Pjetër Bogdanit, mbi Krishtin i cili e ka shkruar krejt librin e tij me disa pjesë të rëndësishme të Biblës dhe psalmeve të ndryshme. Dhe Pjetër Bogdani ishte studius, filozof, doktor në teologjinë e shenjtë. Dikur ishte i peshë i Shkodrës dhe administratorit i Varit, ishte edhe arqipevri i Shkupit, pra edhe i Kosovës, po në atë kohë, sepse edhe Kosova ka qenë pjesë e administraturës së Shkupit. Prandaj, edhe ky libër, edhe pse është shkruar para 400 vitesh, pra në vitin 1685, shumë është aktual me formën, me gjithë topografinë dhe pjesët e rëndësishme që i ka shkruar, sepse Pjetër Bogdani nuk ishte vetëm thjesht bari i kishës, por ishte edhe adhëtar i madh dhe studius në filozofi dhe në teologji. Prandaj, në gjithë aspektet, ka pas edhe një bosh shpirtërore të madhe, ka lanë pas vepra edhe në prozë, në poezi dhe pikrisht edhe qeta për vetëve, ka shumë pjesë në poezi edhe në prozë që është e përfshirë në 2 volume. Sot do të lexojmë disa letra të shkëmbyra, edhe pse letrat janë në gjuhën latine dhe shqipe, por unë do të fokusohem të lexoj në gjuhën latine, pra ato të përkthyera nga latinishtja në gjuhën tonë amtare. Ky libër im i varfër i artuar në vendin ku vërshon pafeja orientale, që aty gjendem tash 30 vjet, duke punuar thujse punë të kota në shërbimet peshkopale. Po e shoh dritë sikur kolomba në vark, në sajt e ndihmës së bekuar të madhërisë tënde, po e quaj kolombo sepse nuk gjej dot fjalë me të mira për të treguar të mishruarit jetën dhe vdekjen e Zotit tonë Jezu Krishtit, mbretit të paqëdashës të paraqitur përmes ullirit dhe të shenjtës Mari Virgjër, nënës së tij. Kolomb mistike të paprekur nga shkatrimi
i përbashkët i mkatit. Meriton të quhet Kolumb me një respekt të madh, nga i cili është vendosur të botohet dhe që do të thotë të lajmëroj punët e shenjtës fe katolike, të fushës pjellore me të vërtetën hynore dhe vërtetin qellor, nga të cilat njerëzit që kanë lindur në shkretëtirën muhamedane kanë aq shumë nevojë për ushqimin shpirtëror të mësimit të krishterë. Dashuria e pashtershme e eminencës suaj varg e Nohes, stërhimi i sigurt për çdo njeri të pikëlluar, në të cilën unë vet i trazuar nga uji i frishëm i persekutimeve otomane, gjeta hyrje të sigurt. I pranuar nga dora e bamirësisë për të banuar në shtëpinë e saj, bamirëse për të banuar në të cilën sykur në parajs me shërptor që adhurojnë Zotin me urat ndihmës së të tij, që me sjellje janë engjëj të vërtet, udhëheq shpirtash të kishës shumë të njohur pa dovane rrugës së qiellit. Let me lejoj butësia e ndjeshme e shirqësisë tuaj që në të kthyrit nga kjo shtëpi shumë religjioze në rezidencën time të shërbej patriarkun e vjetër, duke ja kushtuar sakrificë këtë vepër të vogël emrit të madhërisëm të shkëlqësisë tuaj, si shenjë falënderimi për gjithë bamirësit e pranuar nga bujaria juaj. Lutem me përvojtni për vazhdimin e kujdesit atëror që përsëri të drejtoj syt nga ajo pjesë e skajshme e dioqezës sime. Sikur një ylber i bukur që do të më jap zemër në vështirësi, besim dhe rreziqe dhe qetësinë e trazira. Pra dhurata natyrore nga shkëlqësia juaj, vërtet dhe trimëri heroike në çdo pikpamje. Lus madhërinë hynore, t'ju dhuroj shkëlqësisë sate jetë të gjatë të lumtur, që në kujdesin e zellit të hyut të madh, përore dhe përpërore të seminarit dhe kolegjit të mbeltuar në këtë dioqez, nxënësit të cilët qitrot e ri të Libanit, me deget e zgjeruara të tij, të lullzuara me dije me të vërtet në fjalës, janë të rrënjosura për mrekulli në të gjitha shkencat hynore dhe humane. Kërkoj ndjesë nga zemra e mëshirshme e shkëlqësisë suaj, që hyra kaq thellë duke folur haptas për veprimtarinë baritore publike dhe për famën që gëzon shtyp shkronja shumë e njohur e seminarit tuaj në gjithë botën, që me gjuhën e pavdekshme do të flas për gjithmonë. Kur do ta lexojmë krishterët këtë libër në testimin ato vende shkëmbore të Orbeles e Argentaros, do të thuhet që bujaria e shkëlqësisë suaj do të jetë e mirëseardhur për ata mëkatarë të Krishtit. Ky libër do të jetë një kontribut në arsimimin e njerëzve, nga i cili shenjt i shtypjet hynor, sikur rrezet e dritës, do të përhapin një rit e fshetësit të feson të shenjt, duke puthur të shenjtin petk, të përpurt, të falenderoj nga zemra, mirësinë dhe shkëlqësinë suaj me ndërime të thella. Pra në Padov të Italisë me 18 tetor 1685. Shumë i devotshmi, i përvujtëri dhe i detyruar shqiptor Pjetër Bogdani, arqipezh i Shkupit. Pra një letër shumë e rëndësishme që i ka shkruar sekretarëve të shenjtit atë pap në atë kohë. Vazhdojmë pra si një letër të shkruar me këngë, duke i pranuar dhuratat e poetit, me fal këngësh, me frymëzo shpirtin dhe dëshirat e zemrës, zërin e këngës mazmadho, gërgorin ta këndoj me nder, këtë pasars të denjë të grekëve dhe romakëve. Osa e njohur është gojtorja e mendjes së mbret, aty kur mbretëron madhështia, një që të fytyra engjëllore i hedh mendja ty të stolis or gërgore. Pra janë himne këngë shumë të përshpeshme, që vërtet kanë qenë të ndëgjueshme në atë kohë dhe në këtë rast i shkruan edhe në librin e tij Qeta e profetëve i Zot Pjetër Bogdani. Përshpejtnia dhe ajo butësia atërore, ti dëshirë e zjarrt me të mirën e njerëzve, kujdes i madh prindëror dhe shpresa do të ngrisin e qiell. Ti fis i njohur i zakoneve fisnike, gëzohu prandaj roje e merituar, duke rritur pa mas, me ty krenaria do të ndriçoj të gjitha stolitë e moqme, kurse lundërtreja do t'i sjell shkëlqimin tënd nga veriu.
Pra gjitha janë këto vërtet këngë dhe himne të mrekullueshme. Shkruan edhe për Andrea Bogdanin, për arqipezhin pastaj të mëparshëm të Shkupit si administrator. Me vëmendje dhe kujdes e kemi lexuar këtë vepër, pra shkruan Andrea Bogdani për Pjetër Bogdanin, mbi librin Qeta për vetëve, të hartuar nga ai, doktor i filozofisë dhe i shenjtës teologji, pra si i peshë i Shkodrës dhe administratorit i Varit, dhe pikërisht e përmend edhe Papen Inocentin XI, që e emëroi si arqipezh të Shkupit, që kanë gjetur diçka që të kundërshtojë fesë së vërtet dhe zakoneve të mira, por mbi gjitha përmbajtja e kësaj vepre në të dëgjuhet mbështet në të ngjeshurit të fesë dhe drejtësisë, dhe për mrekulli do të ndihmojë nga rrësirat pa feve ta ketë frikën e Zotit. Prandaj kujtoj se mendimi i shoqës mbështetet në dobinë e përbashkët të kësaj vepre, po që sabotohet. Pra, po du me thonë që vërtet shumica kolozëve të asaj kohe të shekullit 17 e kanë lavdëru dhe e kanë ngrit shumë lart librin e Qeta e Fetëve. Prandaj njerëzit në atë kohë, vëllezër dhe motra, kanë qenë gjithë besimtarë. Ka qenë kushtet shumë të vështira ekonomike, materiale. Njerëzit kanë jetuar më shumë në kushte primitive, por vërtet ka dalë me mësimin e Krishtit dhe me predikimet e Ungjillit shenjtë. Pjetër Bogdani bashkë tjerët i pesh të trojave shqiptare me gjerë mundohet që vërtet ta ungjillizon vendin ton, popullin ton, duke ja fut në mendje dhe në zemër ushqimin shpirtëror që është lutja, pra që është mesha shenjte. Prandaj duke ditë të gjithë që mesha është qendra e jetës sonë, atëherë me të drejtë kuptojmë se Pjetër Bogdani në kohët më të vështira e ka pa dhe ka çu në vend fjalën e Zotit. Ne tash e kemi më të lehtë, prandaj duhet vërtet ta jetësojmë, ta bëjmë si një gjë shumë të bukur në jetën tonë. Pra, vazhdojmë të dashur dëgjues të Radio Mariris me librin Qeta për Fetëve. Është shumë e rëndësishme që ti dëgjojmë disa letra të i pezhnive të asaj kohe, qoftë trojave shqiptare, por edhe me gjerë. Kemi tash një letër që do ta dëgjojmë edhe të një pezhve italian, të Padovës të Italisë, pikërisht aty ku është lind dhe është rrit Shan Antoni Padovës, pra shenjti Shanu, i cili shkruan
një letër Pjetër Bogdanit. Librin Qeter e Profetëve mbi Krishtin, shpëtimtarin e botës, dhe mbi të vërtetën ungjëllore të tij, të hartuar nga shumë i ndritshmi dhe shumë i nderuari Pjetër Bogdani, arqipeshë i Shkupit, për të arsimuar në doktrinën e krishterë besimtarët që gjenden në sundimin e tiranisë turke, dhe kam shikuar me vëmendje, lezuar dhe analizuar nga aspekti i gabimeve të pafesë judaike dhe muhamedane. Këtë punë kam bërë me dëshirën të nderurit të Zotërisë, shkëlqësisë së tij në shërbim të shenjtës kishës, se në këtë vepër të vërteta të fesë katolike shtrohen, shpjegohen dhe përkrahen botësisht, qartas dhe një mënyrë të përshtatshme. Prandaj mendoj që gjithashtu, se ajo është e denjë dhe shumë e dobishme për të botuar gjithsesi në të gjitha gjuhët italisht, shqip, sikur ka kërkuar shumë i ndritshmi dhe nderuar autori i saj. Pra, unë Gjoni Klerikati, auditori i lartë shënuar, e kam shkruar dhe nshkruar mendime. Pra, me 6 qershor në padohët Italisë 1685, pra Gregor i peshvi Padovës Barbatikut, pra me emër Barbatiku, dhe mendoj që gjithë i peshhnit gjitha vendet të Evropës dhe me gjerë e kanë ditë vështërsitë që është duke i kaluar i Zot Pjetër Bogdani, sepse ato kanë qenë kohë vështira, jo vetëm sociale, materiale, por ajo okupimit poshtuesi turk për 500 vjet. Jeta ka qenë në gjitha aspektet e vështira, sidomos e shqiptarëve të besimit katolik, pra kanë qenë të përsekutuar, kanë qenë të rrahur, të maltretuar, vetëm që ta mohojnë fenë e tyre. Por Pjetër Bogdani bashkë me kolos tjerë dhe me njerëz me vullnet të mirë kanë mbetë besnik, janë qëndru stoil përballë ditave dhe vështirësive të jetës. Po vazhdojmë edhe një letër të shkurt te abat John Bogdani, misionari përballë i shenjtë i Kongregatës Propaganda Fide dhe zavendës i përgjithshëm i kishës metropolitane të Shkupit. Betohem se kam shikuar librin e titulluar Qeta e Profetëve dhe me vëmendje të madhe kam studiuar, duke u mbitur se teksti i shkruar pëlqen me fjalë, me emra dhe terma të veçantë në kuptim në të dy gjuhët. Nuk mund të ndeshet asgjë që ka kuptim të kundërt nga italishta. Këtë dëshmi e kam paraqitur me besim të plotë. Pra 1684 e ka shkruar pra abati John Bogdani. Pastaj një letër e ka shkruar edhe krye i peshvi i kishës së Venecisë. Betohem se kam shikuar librin e titullit Qeta e Profetëve të arqipeshvit të Shkupit dhe administratorit dhe kam konstatuar se materia shkruar në gjuhën shqipe, që e kam gjuhë anëtare në çdo pikpamje, është e njëjtë me atë që thuhet edhe në gjuhën italiane. Mbetem me shpresë për atë që bëra duke nënshkruar në time në Veneci 1985. Pra, gjitha këto letra, vëllezër dhe motra, janë shtylla dhe lulëzojnë me të drejtë librin e Qeta e Profetëve. Është një volum i gjerë, por i vështirë gjithashtu për të kuptuar, sepse pjesërisht është shkruar në gjuhën grek, por janë disa udhëzime që neve na kuptojnë dhe na orientojnë se si duhet me kuptu dhe me lexu, pra edhe me të drejtë dhe më mirë librin Qeta e Profetëve. Nëse dielli ka dangat e veta dhe drita hijet e veta, nëse qielli ka shkerpat e veta, nuk të takon ty. Lexues të befasohesh, po që se duke lexuar librin gjendo një gabim. Por po të njoftoj, sa për të arsituar me shkripshkronja, nuk ka shkronja shqipe, kurse unë, duke qenë i lindur Maqedonas, nuk arrita të italishtën plotësisht. Ta kesh me dije se unë shkrova për njerëz të padijshëm, pra për dobi të shenjtës fe, e jo për lavdin time. Pra janë disa pjesë të librit që na bajnë të kuptojnë
e formatin e shkencës në pado, pasi që na besoj që kemi librin e tillë, atëherë kemi konstatuar se në te s'ka asgjë që kundërshton të shenjtën sfe katolike. Pra mund të dëshmojmë sekretariatin tonë, thot njëra për letër, që mund të themi gjithashtu që ky libër ka parime dhe zakone të mira. Pra gjithë këta i pezh jashtë trojë shqiptara kanë dhënë një mendim pozitiv lidhur me librin. Pra është një nxitje, një dritë e përhershme të vërtetës ungjëllore dhe duhet të qëndrojmë të përvojtshëm me laps në dorë për të përkujtuar mësimet e mëshme, të bijmë në gjunjë para petkut të Krishtit, prandaj të pranojmë këtë shenjë të dashurisë së thellë, të përhershme me nder, për të adhuruar botësinë e papashme të Hyut, bamirësitë tona me një bindje shumë të thellë. Dhe vërtet e falenderojmë Zotin që ky libër është një libër shumë i qelluar. Pastaj flet pjesën e Shpirtit Shenjtë si një diell që shndrit, pra është gjithmonë në dialektin geg, vëllezër dhe motra. Edhe unë po mundohem me zbërthyer pika të shkurta. Ti në Zot jemi fal, por si etnit e limbit, terit që një ban me dal, drit ndos laka e të mbinit. Se një ditë tjetër tani dielli po del neve prej perasti, o shëlbuesi ynë me Shpirtin Shenjtë dërgona, na forcojnë përsëri gjithë zemrat tona. Na poshtojnë si nisi, dhen e detun leoni, po sikur mbelon e klisi, përbin hanën dragoi. Pra është vërtet janë dialektin geg që jo gjithmonë i kuptojmë edhe në krejtësisht, por janë himne të jashtëzakonshme që në librin Qeta Profetëve paraqiten pra pas faqes 100. Pastaj vazhdojmë me letrat që janë një mal letrash të shkëmbyra mes njëra tjetrit dhe unë dëshiroj të lexoj një letër shumë të rëndësishme, një përshëndetje. Asgjë për qëllim natyra s'ka të zgjuar, dëshirës dhe punës dhe gjitha që i ka lejuar, që njerëzit t'i arrijnë thuje veprave hynore, për të ngritur në lartësitë qiellore, duke të kujtuar emrin dhe virtytet e tua, që të bëjnë mrekulli të shumta kudo që jemi takuar, për të fituar nga hyu dhuntit shpërblimin nga kjo botë, paqen dhe bekimin. Natyra le të bëhet dhuratë e Zotit, që të numërohesh ndër të bijtë e fatit, të hyu të mbush me urtësinë e dritës, për të kurorzuar me arenë qiellore. Pra ja tash nga fisi i Bogdanëve, hylli i mëngjesit e ndriçon dheun. Kjo lule nga maja malit, që lartësia kapton, erën e këndshme lëshon mbi gjitha dheun. Shkallët janë të shenjta të rrugës qiellore, ku gjendet vërtyti i punës së bekuar, shi Zoti sa të ka mbushur me hire plot, burrin mbrore për të përforcuar. Prandaj, sër që di që i pezhi Bogdani nga gjithë të tjeret, ka një emërim edhe një vërtyt të veçantë, duke përkujtuar për jetë shembullin e tij. Atë që na mëson me fjalë, e qërton me vepër nga tërë besimtarët të kthyer dhe në rrugën e drejtës së vërtetë. Populli pra ka një respekt për te, sepse na prin me një bukuri të ëmbël të fjalës së Zotit. Të lumtur mund të themi, arbërit janë sot për ty Skënderbeg para botës shkrenare, njeri i zulmt i tërmërisë, Marcenes, kurse tjetri ja tani vërtytet shpirtnore të Gjergj Kastrioti dhe Pjetër Bogdani. Pra, sa bukur vëllezër e motra e krahasojnë me figurën e Gjergj Kastriotit, këtë kolos të librave të shenjta. Prandaj, me ishin dhe vërtytet që bota njeh, sidomos realiteti shqiptar, e kuptojmë mendjen e ndritur dhe madhështinë e shitnisë dhe shembulli i tij që është i ndritur pra për këtë dhuratë të madhe që e kemi të Pjetër Bogdanit. Pastaj vazhdojmë. Shisa vere të ëmbël po prodhon vjeshta jote. Ato vile pikojnë verë të papërzira. Kullot bani lumtur grigjën e bardh për të lartësuar mendjen
në shpirtin o Zot. Deri te purteka e gjallë të zbardhohet nga nektari ky balsem hynor. E këndoi pra Paulus Ritter, pra një këngë autor gjerman. Janë disa poezi shumë të bukura që ja vlen për të lexuar. Bogdani lavdi i qëndroft sa breshka rozullimin, ana pranet e kërkoft edhe ty mos jenë ngjit. Nderja po lart ka përdilft, qielli përmbire, ndjera thjengëll pift, gjithë ujt në liçen. Pra është një dialektin geg që janë vargje shumë të bukura, kanë një urtësi dhe një vërtet të kuptueshëm dhe ndriçojnë mendjen e botës se erdh në atë kohë të shekullit 17 për të kuptuar dritën e re të fjalës së Krishtit Zot. Pra Bogdani i ka paraqit me penë të artë dhe me fjalë të bukura e ka përhap zërin e Krishtit në mbar botën dhe vërtet duke dhënë emrit të tij, emrit të Zotit lavdi, ai ka kuptuar dhe ka dhënë mundësi me librin e tij disa fjalë të urta që ne ti kuptojmë dhe ti kurrizojmë me lavdin e librit e tij. Pra në këto gjysore që une jam mundu të dizoj disa letra të Qetës së Profetëve që janë të shkëmbyra mes epizhnive të ndryshme, por edhe disa proza që i kam lexuar në këtë libër na bojnë të kuptojmë vëllezër që dashuria për Krishtin, dashuria për Zotin është e mrekullueshme. Prandaj si besimtar, por mendoj edhe me gjitha si qartë i këtij vendi, të civilizohemi, të lexojmë pak më shumë, të jemi njerëz të artit, të kulturës, sepse duke njohur botën e kulturës të ndryshme, pastaj e kuptojmë edhe jetën e Krishtit, e kuptojmë pastaj edhe jetën e kishës dhe hym dalkadale pa ne kuptu edhe jetën e shenjtrave të hyrë. Prandaj duke pas parasysh që Qeta Profetëve është një volum i gjerë, dalkadale me kalimin e kohës do të mundohemi me zbërthy bashkë me ju. Unë e vllavi juaj, Don Bardhec Zymi, famuljetari i Mitrovicës, uroj këtë muaj të bukur, të bekuar prej Zotit, që Zoti gjithmonë t'ju ndriçon mendjen dhe shpirtin për me pas një shëndet të mirë, një harmoni familjes dhe ta lutim Zotin për paqen e botë, që kur ka luftra të mbretëroj paqja e Krishtit edhe ne të jetë gjithmonë afër tij. Zoti qoftë me ju dhe me shpirtin tënd, na bekoft hyjë gjithçka, Ati e Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Amen. Në emër të Zotit shkojmë në paqe, qoftë lëvduar Jezu Krishti.